Të shpejtojmë që të futemi brenda para se të mbyllet. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë publikisht pas përplasjeve të paprecedenta të një dite më parë me Erion Veliajin për kontrollin e Bashkisë së Tiranës. Pavarësisht se nuk ju drejtua me emër të përveçëm ish bashkëpunëtorit të tij të ngushtë, Rama përmes deklaratave të tilla të kuptoi se fati politik i Erion Veliajit ishte i përcaktuar prej tij. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajthitjeve her pas hershme të atyre institucioneve, përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Në mungesë të një programi elektoral dhe të një bilanci të qeverisë së tij 12 vjeçare, e cila është mbushur me afera të rënda korruptive, Edi Rama po ushqet shqiptarëve ëndrrën europiane. Kjo, me sa duket, ka ngelur e vetmja mundësi për të siguruar mirëqenien, që Edi Rama përmes qeverisë së tij nuk arriti ta bëjë, duke larguar qindra mijëra shqiptar nga vendi. Ndërkohë që me pasaportën BE-s kalon, futesh, ndalon ku të duash. Kërkon punë në çdo lokal pa kërku fare leje qëndrimi, me pasaportën BE-s shkon ke mjeku dhe trajtohesh dhe rimbursohesh njësoj siç e ka çdo kush që është në atë vend. Deklaratat kryeministri i bëri gjatë takimit që zhvilloi me kandidatët e Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, të cilëve ju la porosi të përdorin gjatë fushatës fabulën e antarësimit të Bashkimit Evropian, duke i cilësuar zgjedhjet e 11 majit si të një rëndësie gjeopolitike.